Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi ka zhvilluar një takim me të rinj dhe të reja të qytetit të Vlorës. Të pranishëm në këtë mbrëmje ishin edhe kandidatët për deputet të qarkut të Vlorës. Sipas drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, kjo ishte një mbrëmje bukur dhe festive mes të rinjve në Vlorë, bashkë me disa nga kandidatët e skuadrës fantastike. Gjithçka për të bashkërenduar punën për fitoren e 11 majit, si e vetmja garanci për të bërë të pakthyeshme gjithçka kemi arritur deri më tani në Vlorë dhe në të gjithë Shqipërinë, thot Çuçi. Pavarësisht nga origjina familjare apo e shkuara në kohët që jetojmë, secili nga ne e kupton shumë mirë ku është e mira, ku është puna e perspektiva dhe ku duhet të shkojnë mbështetja, thekson mëtej drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Ai u ka bërë thirrje të rinjve që të besojnë tek Partia Socialiste, ndërsa theksoi se vota për Partinë Socialiste është e vetmja votë për ndryshimin e për të çuar përpara punët që na presin. Vota për të tjerët është votë për zhgënjimin dhe kthimin pas që nuk hyn në punë as dreshit, thot ndër të tjera në postimin e tij drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, duke ndarë momente nga takimi me të rinjtë e Partisë Socialiste, por edhe disa prej kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës.